Një përshëndetje të veçantë ju bëjmë sot të dashur miq nga shëtitore Fanoli dhe pikërisht prej këtej sot do t'ju prezantojmë me një mundësi fantastike për të bërë tuaj një hyrje të organizimit 3+1, e cila ndodhet eksaktësisht mbi këtë shëtitore për të gjithë ata që janë të interesuar për një hyrje të madhe, më ndiqni t'ja u tregoj. Dhe ja tek ndodhemi të dashur miq në brendësi të këtij apartamenti fantastik, do të thoja, me një sipërfaqe prej plotësisht 150 metra katror, me një super organizim, me një organizim 2+1. Ky korridor gjigant do të lidhë të treja ambientet e banimit të kësaj njësie të ndodhur në katin e tretë. Ky që shohim të dashur miq, kaq i mirë vendosur, i mirë pozicionuar, një sallon kuzhinë fantastike, nga ku drita do të jetë gjithmonë e pranishme për ta bërë sa më qetësuese qëndrimin tuaj në të gjatë ditës, por gjithashtu e pozicionuar në të është dhe mobilja e kuzhinës së bashku me të gjitha elektroshtëpiaket, të cilat siç mund të vihen re janë elektroshtëpiake moderne, të dashurisht të papërdorura asnjëherë më parë. Por gjithashtu një karakteristikë e veçantë e këtij sallon kuzhine është se ai ka një dalje të drejtë për drejtë në balkonin panoramik, i cili ndodhet eksaktësisht mbi këtë shëtitore dhe vetëm 50 metra larg katedrales të qytetit të dashur miq, katedrales të famshme të qytetit të Korçës. Por le të shohim dhe ambientet e tjera të cilat përbëjnë këtë njësi banimi. Më ndiqni. Ambienti tjetër përbërës është dhe kjo dhomë gjumi. Dhe kjo, siç mund të shihet, një dhomë gjumi gjigande të dashur miq, të cilën mund ta arredoni dhe ta kompletoni sipas dëshirës tuaj në rastin më të mirë të ndryshimit të mobiljeve ekzistuese. Sigurisht në pjesën e saj lindore ndodhet një fasadë prej xhami, e cila do të bëj aksesin e dritës në çdo moment me një xham xhajs, nëpërmjet të cilit do mund të shikoni nga brenda jashtë, pa u parë nga jashtë brenda, por gjithashtu për të rritur privatësinë do të jenë shoqëruese grilat e saj moderne të mirë vendosura. Tjetër karakteristikë e veçantë është se kjo hyrje është e gjitha e shtruar me parket, me një parket i cili do t'jap ngrohtësi jo vetëm në të parë, por gjithashtu dhe në ngrohtësinë e ambientit. Ambient tjetër shoqërues është dhe dhoma e gjumit për fëmijë. Një dhomë gjumi dhe kjo me dritare, nga ku do të keni mundësi në aksesin e dritës në çdo moment të ditës. Veçanti të tjera të organizimit dhe të përbërjes të kësaj njësie banimi janë dy dritaret e saj prej duraluminit, të cilat hapen dhe mbyllen në dy pozicione. Kjo derë na çon në balkonin e saj dytësor të ndodhur në pjesën perëndimore, një balkon i shfrytëzueshëm për çdo moment i jetës në këtë njësi banimi. Tjetër karakteristikë të dashur miq është se veshja e saj e jashtme është me grafiato dhe gjithashtu me sistemin kapot. E fundit, por jo për nga rëndësia, është dhe tualeti. Një tualet i mirë organizuar, i bollshëm dhe gati për përdorim në çdo moment. Kjo njësi banimi të dashur miq e organizimit 2+1, me një shtrirje prej plotësisht 150 metra katror, do të vi në shitje me një çmim fantastik, të cilën do të mund ta zbuloni vetëm pranë studios tonë EK Real Estate, e cila ndodhet në bulevardin Gjergj Kastrioti dhe kryqëzimin e rrugës 1 Maj në qytetin e Korçës. Për çdo informacion shtesë, na telefononi në numrat tanë të telefonit 069 39 88 918 ose në numrin tjetër 069 78 96 222. Dhe mos harroni, EK Real Estate, emri që duhet i besoni tek ne, më shpejt, më saktë, më sigurt. Ju mirëpresim.